Profeti Ibrahim a.s. mbreti Nemrud. Në historinë e njerëzimit, ka pasur shumë sundimtar, mbretër që mendonin se pushteti i tyre ishte i pakufishëm. Por një nga historitë më të fuqishme që përmend Kurani është përballja mes një profeti të vetëm dhe një mbreti arrogant. Ky ishte momenti kur profeti Ibrahim a.s. u përball me mbretin e fuqishëm, Nemrudin. Ibrahimi a.s. është një nga profetët më të mëdhenj të historisë. Në Islam, ai quhet Halilullah, miku i Allahut. Ai jetoi në një kohë kur shumica e njerëzve adhuronin idhuj dhe harronin Zotin e vërtet. Populli i tij ndërtonte statuja prej guri dhe druri dhe i adhuronte sikur të ishin zotër. Por Ibrahimi, edhe si një djalë i ri, filloi të mendonte ndryshe. Ai shikonte qiellin, yjet, diellin dhe hënën, dhe kuptoi se Zoti i vërtet nuk mund të ishte një statuj pa jetë. Ai filloi të thërriste njerëzit në adhurimin e vetëm të Allahut. Por kjo thirrje nuk i pëlqeu pushtetarëve të kohës, sepse në krye të asaj perandorie ishte një mbret shumë i fuqishëm, Nemrudi. Nemrudi ishte një sundimtar i madh, me ushtri të shumta dhe me një pushtet që përfshinte shumë toka. Historia islame e përmend atë si një nga mbretërit që arriti kulmin e arrogancës. Ai jo vetëm që sundonte njerëzit, por pretendonte edhe diçka shumë më të madhe. Ai pretendonte se ishte Zot. Kurani përmend përballjen e tij me Ibrahimin në një dialog të shkurtër, por shumë të fuqishëm. Allahu thotë në Kuran: "A nuk e ke parë atë që polemizoi me Ibrahimin për Zotin e tij, sepse Allahu i kishte dhënë pushtet?" Kur Ibrahimi e thirrri atë të besonte tek Allahu, Nemrudi u përpoq të sfidonte logjikën e profetit. Ibrahimi tha: "Zoti im është ai që jep jetë dhe jep vdekje." Por Nemrudi në arrogancën e tij u përgjigj: "Edhe unë jap jetë dhe jap vdekje." Sipas komentimeve të dietarëve të tefsirit, ai solli dy të burgosur, njërin e liroi dhe tjetrin e ekzekutoi, duke pretenduar se kështu po jepte jetë dhe vdekje. Por Ibrahimi nuk u friksua. Ai e kuptoi se përballë kishte një njeri të mbushur me arrogancë dhe mashtrim. Prandaj, ai dha një argument edhe më të madh. Ibrahimi tha: "Allahu e sjell diellin nga lindja, sjell ti nga perëndimi." Në atë moment, mbreti Nemrud mbeti pa fjalë. Kurani thot: "Atëherë, ai që mohoi mbeti i hutuar." Sepse përballë së vërtetës, arroganca nuk ka përgjigje. Por kjo përballje nuk ishte fundi i armiqësisë. Nemrudi dhe populli i tij u zemruan shumë me Ibrahimin, sidomos pasi Ibrahimi shkatërroi idhujt që njerëzit adhuronin. Kur ata panë se statujat e tyre ishin thyer, ata u tërbuan. Ata vendosën një dënim të tmerrshëm, të diqnin Ibrahimin në një zjarr të madh. Ata ndezën një zjarr aq të madh, sa sipas transmetimeve të dietarëve, flakët e tij shiheshin nga larg, sepse ata donin të shuanin zërin e një njeriu që thërriste për të vërtetën. Por Allahu kishte një plan tjetër. Kur e hodhën Ibrahimin në zjarr, ndodhi një mrekulli. Allahu urdhëroi zjarrin. Në Kur'an thuhet: "O zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin." Dhe zjarri, që zakonisht djeg gjithçka, nuk e dëmtoi as pak. Ibrahimi doli nga ai zjarri pa dëmtuar. Kjo ishte një nga mrekullitë më të mëdha të historisë së profetëve. Një mësim i fuqishëm për njerëzimin, sepse kjo histori nuk është vetëm për një mbret dhe një profet. Ajo është një histori për përballjen mes arrogancës dhe besimit. Nemrudi kishte ushtri, pushtet dhe frikë në duart e tij. Ibrahimi kishte vetëm një gjë: besimin tek Allahu. Dhe në fund, historia tregoi se pushteti i tiranëve është i përkohshëm, por e vërteta dhe besimi mbeten. Historia e Ibrahimit dhe Nemrudit vazhdon të jetë një kujtesë për çdo kohë, sepse ajo na mëson se edhe nëse një njeri qëndron vetëm përballë padrejtësisë, nëse ai qëndron me të vërtetën, Allahu është gjithmonë me të.